Po në Shqipëri, opozita socialiste i kërkoi sot qeverisë të marrë masa shtesë për të mbrojtur ekonominë e vendit nga kriza botërore dhe nga rënja e brendshme financiare. Partia Socialiste thot se qeveria nuk duhet të rrisë detyrimet tatimore, ndërkohë që po frenohen ritmet e rritjes ekonomike. Të tjerë analistë vënë theksin tek papunësia. Më hollësisht të ndjekim materialin e korespondentin ton Iliriana Golli. Partia Socialiste e Opozitës i kërkoi edhe një herë tjetër sot qeverisë Berisha që të shtojë masat antikrizë në sektorin ekonomik. Deputeti Arben Malaj, antari kryesisë së Partisë Socialiste, deklaroi se opozita socialiste është e shqetësuar për ngadalësimin e rritjes ekonomike, ndërkohë që qeveria po ngret detyrimet tatimore. Tani asnjë nuk dyshon më se ekonomia jonë është një risk për shkak të rënies së ritmit të rritjes së saj. Edhe rritja me 0.4% nuk është shifër për të mburur. Por një shqetësim jo i vogël, po të kemi parasysh se qeveria ka parashikuar të ardhur në buxhet dhe investimet e saj me një rritje ekonomike 6%. Kjo rënje kaq e madhe e rritjes ekonomike është rënje e aktivitetit, është rënje mundësie për biznes, është falimentimi disa qindra biznese të vogla dhe është rritje e papunësisë me disa mijëra vetë. Zoti Malaj thotë se rritja e detyrimeve fiskale kur ekonomia bie sjell pasoja afatgjata ekonomike dhe sociale për vendin, ndaj edhe nevojiten masa të shpejta si heqja e çmimeve të referencës në dogana, mos ngritja e detyrimeve tatimore dhe kreditimi i taksës vlerës së shtuar. Por nga ana tjetër, ekspertët e ekonomisë mendojnë se krahas frenimit të rritjes ekonomike dhe lehtësirave për të zbutur pasojat e krizës ekonomike botërore mbi Shqipërinë, administrata duhet të trajtojë me kujdes si problem kryesor edhe papunësinë, sidomos në radhët e rinisë. Drejtuesi i Qendrës së Pavarur për Kërkime Ekonomike, Zef Preçi, thotë se papunësia reale në Shqipëri është gjithmonë shumë herë më e lartë se shifrat zyrtare. Zhvillimet e përgjithshme ekonomike të kësaj periudhe kanë bërë që të ketë një rritje shumë të ngadalshme, përpostan që prania e krizës po 5-6 muajt e fundit kanë nxitur fenomenin e kundërt pa rritjen e papunësisë. Pavarësisht kësaj, të gjitha studimet provojnë një konkluzion që papunësia reale është të paktën 2 herë më lartë se sa papunësia zyrtare raportuar. Do thotë që Shqipëria, që nga viti 90 deri më sot, ka minimalisht midis 30 dhe 40% të popullsisë së aftë për punë në gjendje të pazënë me punë, pra e ka të papunë. Vëzhguesit e pavarur të ekonomisë mendojnë se pasojat e krizës botërore po bëjnë gjithnjë më të dukshme mbi ekonominë shqiptare. Gjithashtu sipas tyre po luajnë rol në këtë situatë të përgjithshme ekonomike dhe investimet e mëdha në infrastrukturë dhe afrimi fushatës zgjedhore. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.